Ty e di që jena vetë 16 ditë larg fundit, sa ma shumë që i afrohemi finales, qash ma rriten sulmet, rriten kutadijune mundësit për me penalizu njerin apo tjetrin lojtar. E vetmja mundësi që ta penalizojnë gjestin, ta nxjerrin gjestin keq do t'ishte nëse Top Channeli e përdor një material që e ka e që është sjellja, ta tham, nuk e dia e penalizon, po a do ta sillte Top Channeli një person jashtëzakonisht të përfolur në publik, që shumica janë të interesuar me ditë për të, mranda shtëpisë si lloj provokimi për gjestin. A menoni ju që mund të ndodhë kjo? Dhe a e keni haberin për cilin person po flas? Dhe jo nuk është Gjeneta para se me dalë konkludime, se Gjeneta ka qenë mranda shtëpisë, edhe Gjeneta ka kry pjesën e vet. Po ju pyes për një person i cili është jashtëzakonisht i përfolur që ka të bëjë me gjestin. Ç'a menoni ju?